Në Zotin, paqja dhe mëshirat e qofshin mbi profetin ton, Muhammedin a.s., familjet e shokët e tij, se dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Xhamati i nderuar, vëllezër të nderuar, motra të nderuara, sot inshallah do të qëndrojmë shumë pak në atë që na jepet mundësia për montazhin të kufizuar të kësaj xhumaje të sotme me disa ajete madhështore në të cilat Allahu Dhul Jalal, Zoti i Madhëshëm, na tregon ato, na jep moralin ato, na jep sjelljen ato, na jep Allahu subhanahu wa taala mesazhe të forta të cilat përcjellen në këta ajete kuranore në të cilat neve do të ndalemi në këtë xhumaje të sotme. Thot Allahu Dhul Jalal, Bismillahirrahmanirrahim, وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نقطة آية القرآن وليس تدلوا رجل الله ذو الجلال نصوت وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ثيرنا الروبنا الله Thirrë në këtë fejmë madhështore me këto dy cilësi o Muhammed, se nëse ke këto dy cilësi dhe pasuesit e tu, të cilat do të ndjekin sunetin tënd, do të ndjekin rrugën tënde, vetëm këto dy cilësi janë ato të cilat dhe nëse ke mal përpara, ato e zbusin, nëse ke kodër përpara, ato e shafisin. Hikme wal mau'izati al-hasana, në thirrë me urtësi, me butësi. Dhe këshilla jote të jetë sa më e mirë, qëllimi jote të jetë sa më e mirë, që ati të cilët ti po i bën davet, ato të cilët ti po i këshillon, me këshillën tënde me largun nga droga, me largun nga harami, me këshillën tënde ti të bashkosh njerëz familje të cilat janë duke u ndarë, me këshillën tënde njëra e cili e ka lënë rrugën e Zotit, ti ta drejtosh në rrugën tënde, me këshillën tënde një nënë e cila gati sa nga bashkëshorti i saj, ti t'ja mundësosh edhe njerë të kthehet te bashkëshorti i saj, e një bashkëshort i cili gati sa nënën e fëmijëve po e lën, sepse të mundat për saj, ti të bëhesh kaq që ky prim të kthehet tek fëmijët e tij dhe të krijojë sërish një familje e pastër dhe e qetë. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, me urtësi, wal mau'izati al hasana, dhe ajo mëshirë të cilën ti e jep, tjetë më e mira, të dhimja, o Allah, që ti të kërkosh me të këshirë, vetëm në gjë, dhe asë tjetër, me kënaqësh Allahun me këtë punë që e bën ti, me këtë këshirë të cilën ti po e jep për hir të Allahut subhanahu wa taala, o jadilhum billati hiya ahsan, edhe nëse dikush ty të bën dialog, nëse dikush ty të kundërshton në fjalët e tua, në mesazhet e tua, dhe patjetër vëllezër, në këtë dynjë neve nuk kemi vetëm ata të cilët neve na vijnë për mbrapa. Në këtë dynjë kemi ata të cilët nuk e kuptojnë dhe nuk e perceptojnë ashtu, sikurse e kuptojnë dhe e percepton ti. Andaj do të kundërshtojnë, madje do të kundërshtojnë edhe ashpër, edhe egër. Wajadilhum billati ahsan, dhe kësaj kategorie me të mirë, me trut, me but, dhe thot Allah subhanahu wa taala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sepse Zoti e di më së miri për atë të cilën e ka humbur rrugën dhe për atë i cili është udhëzuar nga Allahu Dhul Jalal. O vëllezër të nderuar, neve në jetën e tonë të përditshme kemi raste sa dush që neve ju kemi folë njerëzit tonë, shokëve, miqtë tonë, të cilët kemi dashur që t'ju udhëzoj Allah në këtë dinë, në këtë fe, i kemi folur, kemi pas shëllimin, filanin, ndërkohë që një shok i drejt, thjesht i kanë gjuhë të muhabete, u alemu, bimen dalla an sabili, u alemu bil muhtedin, Allah din se kush është në dalalet, ai i cili neve kemi dashur të udhëzohet, madje ne ka ky
zemrën që e pranon këshillën dhe e don Allahun Azza wa Jall. Prandaj për vëllezër të nderuar, ka thënë Xhelili Allahu që kënaqën në ta, "Ud'u ila sabili rabbika", thirr në rrugën e Zotit tënd, me atë që është urdhë e mirë, bima anzala Allah min al-ayat al-Quraniyya wa bima ja'a an sunnah an-nabawiyya, me atë që ka ardhur prej Allahut në ajetet e Kuranit dhe me atë që ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej këshillave të tija, dhe pastaj leja Zotit në dorë udhëzimin e krijesave, këndon Allahu udhëzon dhe këndon Allahu edhe në dalaletën e tij. Zotin e ruaj, ja Rabbel Alamin. O vëllezër të nderuar, o qëllotë të nderuar, pasha Allahun Dhul Gjelal, pasha Zotin e Mëhumëshëm, njerëzit të cilët janë jashtë, elhamdulillah prej Zotit, elhamdulillah prej krijuesit, elhamdulillah prej Rahmanit, mëshiruesit, sa herë të vinim sejdë, sa herë të vinim sejdë, thuni elhamdulillah, o Allah, që ma ke mundësuar zemrën time, të jetë prej zemrave të udhëzuara, se o vëllezër, vallaj, ato që janë rreth qarkëlesh, janë në dalalet sa as vetë ata nuk e din. Pasha Allahu në vëllezër, punët e tyre janë të kaqëruara, sa nuk din me ju dhënë drejtim, halët e tyre janë të ngarkuara, sa që nuk munden me i bajë, kalën në depresion, kalën në stres, kalën në ekstrem, vajnë vetën, vrasën vetën, mpëtin vetën. A halë ty në pasha Allah mund tjetë një sejdë për Zotin e Mëhumëshëm që ja u zgjidhë të gjitha halët Allah. E bënë se bekti, bënë se bekti në modrë, që në modrë e cila kanë buguar halën e dertit, ti t'ja mësësh sejdë. Bënë se bekti Allah, që vlaun tanë që ke dalë për një barë, për një nane e, në sëpër që ditën e gjikimit, kur dilni para Allah të zërgjel, të thoje Allah të shkërbim për Allah, se butësia jote, fjala jote, amen, ma sëpëti zemrën të ime të ashpër dhe të egrë, dhe sëpëtim para Allah të dy, në gjenetët Allah të dy, në mshirën e Allah të dy. Të bajnë në sëpër për vlezër të nëruar, o gjematin dëruar, një imam i ndëruar në Holland kishte një zakon të cilin neve shumë pak i kemi. Dhe ky zakon kishte të bënte pikërisht në këtë ajet të cilin neve sa po e lexuam. Me thirrje në rrugë Zotit, ti shkruaj fjalën e mirë, apo vjen xhami në Allah, deri në momentin kur thirrët e zonin Muhammed i ditës shumor, Allahu Ekber, Allahu Ekber, një qitë i pare muhabete, i bëmë të dalë kafe, kur thirët e zanin praf, qoshele, nuk i thua, apo dhe në në gjami? Krita muhabete, vete muhabete, se ke flikë, se ka me të buam loj në përshon. O ba filani në shku në gjami, kur filani, një razë zonë në sejse, dhe fjera tjera për mrama, të në vërishme që i përdojnë sa dush, por ti bohë se bërë. Thuja dhe këtë fjarë, hajde në mund të hadim një gjëmor, i herë, dy herë, a u mërzite, se s'ka vend qeneti për ne, se s'ka vend qeneti për te, se me i hajka me të marë tokat e qeneti. Wallahi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot i fundit që ka me ju në gjenet, i fundit, jo i pari, i fundit ka me pjerë, i thot Allahu, o robjen, në gjenetit e mija, shko në hapderën, si të gjumoj, kur e në hapderën, që ka mu shënjekën, delë të upës, pasarën, falemi për jashta. I thëtë Allah, ja rabbi, s'kishtë edhe në gjenet, se ishte mu shpët. I thëtë Allah, o robjen, hym gjenetit e mija. Shko në hapderën e gjenetit, pra për dytën herë, e shërë gjenetin, plot këtë ka Allah. I thëtë, ja Allah, për s'kishtë pra verë në gjenet, shumë volë nuk i dola, për gjenetet e tua, shumë pak punë banë për gjenetet e tua. I thëtë Allah për të rejtën herë, o robjen, hynë gjenet, se për ty ka sa 10 herë mbretin më i madh i dunjës në gjenet Allah. A kena frikë se për në mbarojnë gjenetet, toka e gjenetit, la ilaha illallah. Prandaj vëllezër ky imam
E kishte mësuar djalin e tij në këtë rrugë, të dy së bashku dinin për ditë me një broshurat vogla dhe ishte ndalur në përshitja të holandezëve. Dhe është ndalur në kafe, në rrugë, kudo që të ishin, ja u nishin nga i broshur në dorë. Një ditë për ditësh ftoftë, shumë acari më, qoti jati dhe thot, e shër djalin në gjumë, i thot, sot ditë e gjumua, ta marrë të nxjerrin, ta ftoj djalin, nuk të marrë me vete, dhe qoti djalin për gjumë, i thot, papë, a nuk të dalim së medër me shpërnda broshurat për hirë të Allah? I thot, o djali jem, është ftoftë, shi, acar, nuk po dalim sot. Dhe ja këtën këtë djali i vogël për në mënd të maja, i thot, o baba jonë, ato që bëjnë haram, ato drogagjit, ato si bëjnë zino, a nuk ka ftoftë për të si shkën mas punë dhe fështia? E letës për shkën mas punë së Allah dhe zogjen, këngulli atë i thot, pra, do të rrimë të të djali jem, se sot e gjëmon, bëjmë i gati për gjëmon. I thot, vallaj, këtë më do të dalë. Merë një copë, me libra e mështirë dhe niset duke shpërndat të broshura. I fundit liber i takon të një derë të cilën i bje i herë, 2 herë, 3 herë, nuk hape kjo derë, për që jam e? A thot, zemra ime ishte të kjo derë, sa bësha të nërgosha, u thisha prapë, i bisha këse derë, nuk më liti i gjumë me hikë, më thot e prit, se mundet të hapët kjo derë, mundet që rahmeti Allah, mundet që drita e dimit Allah, të bjerë këtë familje. Thotë që ndoha, për një moment ku hapë dera, doli një kake djetë moshë, dhe thotë, urdhëro, çfarë dëshiroj? Edhe i thotë këtë djaloshi, vallahi ilon, Zotit të dashka for ty. Thotë kjo mu Zotit në, pse ndonë Zotit? Thotë sa unë thotë kam që i gjysore mbrapa dhe restande, du me hip, më thotë një gjë, jo mos hip. Thotë prandaj me këtë broshur dhe lexoje për hir të Zotit. Kjo plaka mbyll derën në vëllezër dhe fillon e lexon këtë broshur, e cila kishte titullin Rruga drejt xhenetit të Allahut. Rruga drejt xhenetit të Allahut është e lehtë alhamdulillah. Rruga drejt xhenetit të Allahut është e marrë alhamdulillah. Rruga drejt xhenetit të Allahut vëllezër të nderuar vetëm se je i këmbgulës në të rrugë, se ta leson Allahu pashallahu azza wa jalla. Nuk kërkon shumë rruga për në xhenet. Ramazan një herë vit, la ilaha illallah. Ramazan një herë vit. Wallahi, po kam taku njerëz që më thonë unë mazallah, nuk mund e me lënë kur alkoolin. Pa di te ose i dopim sabah, a e pika ditë për ditë haramin. Kurse Allah vetëm një herë në vit ka kërku për nesh, Ramazan. Namazin me llogarin pashallah, a bon as bon 20 minuta me ne krejt farzet, a 24 orë, 23 orë qështë, krejt për të njën, a që dush në ta? Rruga të ka Allahu, është i lejë pasha zonë, në të zërë. Pa e di kush të era në ne, në lejtë. Të shku më falë, o bëllë. Ma e gjëru, o bëllë. E o lezër të ndërruar, kjo rrugë që ishte për në gjenet, këtë plak e qitin së të me. E mërë këtë broshuar dhe e përbi për 1 orë. E lexon për 1 orë. Gjumon, si kurse kjo e jonë, ndërkohë që i moni që ishte baba i këtij djali, që i tha o mirë mos dilë, tha do dalë baba, do dalë se të një zërë, po më thret për medalja tje, se ka një që në kërkojnë ne. Ka njës familjarë të për Zotën në lezër, që në kërkojnë ne, po ne dhe nuk i gjenë do. I kemi aty, mundon fjala jonë, mundon broshura jonë, mundon daveti jonë, për me mësu, për me udhëzu, për me i drejtu, sa udhëzimi është në dorë Zotit të mushkin. Dhe i thotë këpjarën mos i marroni mami Gjanus, thotë a mundem t'i thepëm një të fjallë, ashtu si kurse janë motrat e tonë ati larë. Kthehet krejt gjemori, ka vjen këzon gruje, në gjamia marë gratë me krejtëzorin. Thotë a mundem t'i thepëm një të fjallë, thotë a nga një javë, në trokiti dikush në nderë, dhe unë desha ta falenderoj se më ndryshe jetën ajo e trokitur.
Thot unë ato dite fëmijët më kishin braktisur. Familjarët kur më kanë trokit në derën temën. Isha lodhur dhe mërzitur për jetës dhe në 4/3 të shtëpisë kisha lidh konopin litarit për me marrë vetën. Allah. Ndërkohë që bëjsha gati për me heq shkallin, ndërkohë që bëjsha gati për me dhanë në fund jetës, dera ti poshtë trokiste, thosha me vete, Zot në ruj, edhe me tek s'po më nam rahat. Dësha me tek, nuk ishte më kushtu të njëra, dhe saja më kushtu të njërë, e tonë a vëzër të ndëruar. Si e rezultati më mëngjesis, së një luti, një duaje, një sejse e për Allah me zoqe. Dhe thotë vëzër të ndëruar, kur zbrita për shkonë, në ndosa që prapi dhere njerë, pasaj të shonë, se që ndohë, një djerësh më sodën në përshurë, dhe dura që t'jenë familjarë sa t'jetë jeta, se u borë se bërë, që një në cila ishte lidhë për në mëmorë jetën, u borë se bërë që ta zgjete këtë një edhe këshof me sytë e imanit dhe të islamit, dhe unë për e thëmë për para jush, dhe për para ti djajushi, La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, pranën islamin e të mëmit. Ud'u إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة كثيرا من ربنا الزوج الطن نور سي من سي سنير كان الوي برسين طول كان الوي برسين طول كان الوي برثيان الله كيبني أوزا والله كان يرز مليار ومليون أفلين بكا نقدر نديك نبرتين نسيبه بريس اتوقف ما شاء الله كان الوي برثيان الله se fjala Allah është ajo e cila prej zemrën e robit. Në bërë Zoti për ti në minja Rabbel Alamin, aqulu qawli hadha astaghfirullaha lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.